Ju përshëndes të nderuar shikuesi, ja u takuam përsëri në Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Do të ndjekim sot bashk udhëtimin mbi 40 vjeçar të një artisti bashkëkohor të qytetit të Vlorës. Ai është piktor dhe punon në dy linjat, në linjën e peizazhit dhe në linjën e kompozimit historik. Vepra të tilla si Kalimi i Vjosës nga Ismail Qemali, Ardhja e Çamve, Djegja e Voskopojës, janë kompozime historike të cilat sot janë vepra të papërsëritshme dhe ato kanë vullën e emrit të Edi Kojanit, të cilin unë e kam të ftuar sot në studio. Mirë se erdhe në studio, faleminderit. Faleminderit. Që je i pranishëm. Ju falenderoj për ftesën. Edi Kojani nuk është hera e parë që flasim bashkë, por ne gjithmonë kemi së shtemi. Dhe unë dua ta nis nga ngjarja e fundit artistike e protagonizmit tuaj. Janë dy katalog, 100 imazhe, vepra e Kadares në artet figurative dhe katalogu i artit bashkëkohor shqiptar, në të cilat ju keni të përfshira dy vepra tuajat. Çdo të thotë. Atëre, këto dy kataloge u përëruan tani së afërmi në Tiranë. Katalogu i artistëve shqiptar 2025 është një katalog mjaft voluminoz me një numër të konsiderueshëm artistë shqiptar, i iniciuar nga Ylli Drishti, që është artist dhe një punonjës i Galerisë Kombëtare të Artëve prej vitesh, një jetë të tërë, pra Ylli ka punuar atje. Është një vlerësim për ju? Pa diskutim, e ndjej veten të vlerësuar, ashtu se si dhe kolegët e tjerë që janë përfshirë në këtë katalog, pasi çdo punë e tillë, një ndërmarrje e tillë bëhet gjithmonë me një grup specialistësh, artistë dhe kritik arti, të cilët jo vetëm që përzgjedhin artistët, por njëkohësisht formulojnë dhe, si themi, thelbin e krijimtarisë artistike të çdo artisti, mbi bazën e të gjithë këtyre konsideratave që janë dhënë për punën e tij. Është një memorie kombëtare kjo tashmë, e pikturës suaj, ndërkohë që për 90 vjetorin e lindjes së Ismail Kadares u prodhua një tjetër katalog 100 imazhe. Pra vepra e Kadares në artet figurative. Përsëri Edi është i përfshirë. Patjetër, në këtë katalog janë vetëm ata artistë që kanë vepra kushtuar figurës së Kadares ose krijimtarisë së tij, pra që kanë marrë shkas nga krijimtaria e Kadares dhe kanë krijuar një vepër të saktuar. Te kjo e Kadares unë kam dy punë, kam portretin e tij, që ndodhet në muzeun, në shtëpinë muze Kadare në Gjirokastër, të cilin e kam konceptuar si një portret i gdhëndur në gur. Domethënë, po të shikoni imazhin, është si portreti i Kadare sikur projektohet në një mur guri. Kjo jo thjesht për arsyen që Kadarea vjen nga ai qytet i gurt, por më shumë ideja ime ishte, ashtu siç Kadarea gdhëndi historinë e popullit shqiptar në përjetësi, virtytet më të mira të qëndresës, të besës, të guximit, trimërisë, mikpritjes, kështu që dhe unë desha që Kadaren, portretin e tij ta përjetësoni ashtu. Edhe s'ka më bukur për Kadaren. Ndërsa puna tjetër është prap nga motivet e romaneve të Kadares, është nga Darka e gabuar, skena me doktorin, duke patur parasysh domethënë atë ngjarjen me Gjermanin që ka qenë shok në Austri, student, dhe kur ai kthehet i veshur me ushtrinë si nazist në Gjirokastër, arrestojnë rreth 150 burra gati për pushkatim, dhe u desh ndërhyrja e doktorit që aty u njohitën dhe u takuan pa diskutim, që i mbushi mendjen se nuk ishte kollaj. Kur qellohet një autokolon gjermane që po hyn në qytet, ishte rregulli që duheshin pushkatuar se s'bën kaq burra për shembull. Por ai foli për shumë gjëra dhe arriti ta binte atë që këta nuk janë të pafajshëm me tjera. Historia në art. Historia s'ka më bukur, aq më tepër kur flasim për Ismail Kadaren, që tashmë është ndërgjegja jonë kombëtare. Ndërkohë, Edi Kojani, kur flasim për ju, ne flasim dhe për Vlorën. Çfarë është Vlora për shpirtin tuaj artistik? Është vendlindja,
Është dhimbje, është dashuri, apo është një plag që vjen gjithmonë me ngjyra të ndryshme? Shiko, dhimbje dhe plag nuk do ta thoshja kurrë. Vlora është frymëzim. Të jetosh në Vlorë që nga fëmijëria, një jetë të tërë, të punosh në marrëdhënie me njerëzit, me institucionet, të kesh një kontribut të caktuar në këtë qytet, në një drejtim të caktuar, patjetër që je vlonjat, ndihesh vlonjat dhe je pjesë e këtij qyteti, Vlora është frymëzim që nga bukuria e saj. Mjafton të përmendim vargjet e Ali Aslanit, që për mua do ishte bukur të ishin të gdhëndura në një plak bronzi diku në qytet, ato vargje monumentale. Bukurin në radh parë jep deti, së bashku me gjithë ambientin tjetër, sepse deti në marrëdhënie me qiellin krijon atë dritë dhe atë ngjyrë që në radhë gjen në këto qytetet e tjera, ne të paktën që e shikojmë me atë syn e artistit. Pastaj Vlora ka historinë, e cila jo pak ndikon tek të gjithë. Dhe është një fjalë që thotë që qyteti krijon psikologjinë. Kështu që Vlora është padyshim frymëzimi dhe gjithçka. Po, patjetër. Ndërkohë që në telajot tuaja janë paralelisht ecën, domethënë peizazhi me historinë. Si ndihen këto, të themi, dy botë brenda jush? A ka momente kur historia flet më fort se një dritë e natyrës në Vlorë? Ka pak të problemin e raportit peizazh dhe kompozim nga para viteve 90, sepse atëre ishte një tendencë dominuese kompozimi për të pasqyruar historinë, por akoma dhe pjesën e jetës të transformimeve shoqërore ekonomike që po ndodhin në vend. Kështu që kompozimi të jep rëndësi. Patjetër që ishte edhe direktiva, të themi, të sistemit të kohës, por pavarësisht kësaj, ata që kanë qenë artistë kanë bërë vepra arti të mrekullueshme në kompozim. Domethënë, po ta themi me një fjalë që edhe kur vendosnin kazmën apo pushkën, ai që ishte javë dinte të bënte pikturë dhe me vlera. Kështu që edhe unë jam marrë me kompozimin që në ato vite, kam bërë disa në ato pak vite sa mbarova shkollën derisa u ndrua sistemi, si ikjen e ruzëve nga baza e Vlorës. Kam bërë Nëna dhe gratë që shkojnë në ndihmë të partizanëve, është dhe një film i tillë këtë, Vajzat e brezareve, pra me temën e këtyre transformimeve nga bregu. Rinia në aksione. Dhe ndonjë kompozim tjetër me motive festivali. Dhe përsëri, duke qenë se në gjitha të periudhë ka qenë një mbrujtje, një mbarsje me si thuash, me idenë e kompozimit, mua kam qenë si thuash i predispozuar që të vazhdoja këtë linjë, dhe edhe mbas viteve 90 unë kam një sër krijimesh në linjën e kompozimit. Peizazhi patjetër që është pjesë e krijimtarisë time dhe ndihem shumë mirë kur kam një lloj ndërthurje ose ballancimi. Kur fillon një kompozim, normalisht ai do një farkoje dhe është e nevojshme ose vetë ju shkëputesh nga peizazhi, sepse është e nevojshme ai përqendrimi. Mbas kompozimit mund të merresh për shembull me peizazhet dhe ndihesh më mirë, më i freskët, dhe kam bërë disa ekspozita, domethënë, me këto. Peizazhin ta jep vetë Vlora. Po, edhe nëse nuk e ke, ta injekton Vlora peizazhin. Ndërkohë që e përmenda pak më përpara, mua personalisht më pëlqejnë shumë ato vepra, qoftë tek Djegja e Voskopojës, Kalimi i Vjosës nga Ismail Qemali, janë shumë breslënse, por të themi, a janë këto piktura një thirrje e brendshme? A janë këto një përgjegjësi ndaj historisë? Apo përcjellja e mesazheve? Fillimisht, kur nisesh të bësh një kompozim, të themi të drejtën, nuk është se është ajo prirja, të themi, që
e përgjegjësisë, që kemi këtë përgjegjësi dhe do të krijojmë këtë apo atë kompozim. Ai është një ngacmim i artistit që merr nga çfarë ka lexuar, çfarë ka dëgjuar, çfarë ka parë dhe niset kompozon dhe bën atë. Natyrisht që duke qenë tashti qenie shoqërore e ndërgjegjshme, të gjitha ato elemente përputhen dhe bëhen bashkë, domethënë artisti me qytetarin e përgjegjshëm, po fillesa është kjo, që nisesh nga ai ngacmim që ti ke. Te djegja e Voskopojës, po të shikojmë kompozimin, përtej narrativës, pra nuk kemi të bëjmë thjesht me një ikje, siç është në kompozim të njerëzve, dhe në sfond kam vënë një kish apo manastir që digjet. Kjo dhe për arsye që të jap të çojë ngjarjen aty ku duhet. Por në plan të parë, për të ikur narrativës së thjesht, kam vënë një karo me libra të vjetër dhe një të moshuar që në një farë mënyrë kujdeset, për të treguar që këta njerëz po ikin me një shpresë, po ikin me dijen dhe me një shpresë për të filluar një jetë të re dhe për t'i dhënë identitet pikërisht kompozimit, që kush janë këta njerëz që ikin marrin dhe librat, ndoshta atyre s'u ka shkuar as në mendje që të marrin me vete librat, po artisti duhet të gjejë një element që ta përjetësojë këtë ngjarje në thelbin e saj, të kapi thelbin. Po kështu është kjo. Është përjetësuar dhe ngjarja e pavarësisë me Ismail Qemalin, një vepër që ndodhet në ambientet e Bashkisë Vlorë, kalimi me trap i lumit të Vjosës nga Ismail Qemali. Sipas historisë, kam bërë këtë vepër me figurat e tjera që kanë qenë pranë Ismail Qemalit dhe kemi dhe veprën e ardhjes së Çamve, që dhe ajo është një dramë tjetër e kombit. Kjo është bërë një vepër që është bërë në dimensionet më të mëdha në raport me gjithë të tjerat. Natyrisht që ishte një porosi. Pasi e mbarova, njoftova personin që të vinte ta shikonte, atëherë kemi pasur galeri Kisin pa u bërë lungomarja diku. Dhe rastisi që atë ditë ishte një takim i komunitetit dhe aty erdhi një çift që ajo gruaja ishte shumë e ngarkuar, domethënë emocionalisht duke shumë e ngarkuar. Me problematikat që kishte. Me problematikat që ishin trajtuar, që ishin folur atje, dhe sa e pa këtë, tha, çfarë është kjo, tha, ekskursion, tha. Domethënë, veprën ju mund ta shikoni, mund ta ekspozoni, mirë, po gjitha të punë të madhe, dhe të hidhej poshtë kështu, ajo tregoi një detaj dhe tha, e di çka ndodhur, tha, gjatë rrugës, tha, një nën, tha, për të liruar, tha, nga peshat, në vend që të hithe boçet edhe këto, ka hedhur fëmijën. Dhe më mbrapa, tha, ajo, domethënë, iku nga mendja. Po kjo ishte shumë e rëndë, tashti të flisje me atë që erdhi me këtë ngarkesë, ndërsa vepra jep tamam një ikje të detyruar, të dhimbshme, braktisje, ka fëmijë pa prindur, domethënë ka dhimbje dhe tregon tamam atë faktin e ty. Është kujtesë historike, por është dhe një përgjegjësi ndaj historisë. Sepse është shumë bukur që të përcillet të drejtësohet. Po, dhe pastaj ky moment natyrisht u tejkalua, filluan komentet e tjera dhe u pëlqye shumë nga personi që kishte ardhur i shoqëruar nga 10 veta, që ishin pjesë e... Edhe ka, po sepse ka dhimbjen më shumë, zotron dhimbja në atë pikturë. Ndërkohë që të themi peizazhi, mbetet gjuha i juaj e natyrshme. Ndoshta nga që keni lindur në Vlorë, ndoshta. Unë e lind me Vlorën, por çfarë ndodh brenda jush kur përballë keni një horizont, keni një dritë mesdhetare apo dhe një qetësi që gjithsesi kërkon të flasë? Marrëdhënia me peizazhin është shumë formshme. Domethënë, mjafton të përmendim stinët e Vivaldit. Kështu që ne jemi prezent në natyrë gjithmonë në stinët e ndryshme dhe mund të ndodhesh përballë një momenti, siç po thoni ju, dhe natyrisht do gjesh të bukurën e këtij momenti për ta përjetësuar atë. Po peizazhin mund ta shikosh dhe në një moment tjetër të natyrës, mund të bësh një det me dallë, një det të ergëstuar që gjithmonë është bukur, ose deti në verë me atë dritën
e pa llogarishme atë bukurinë që ka vera me gjallërinë e të gjitha gjërave, të ngjyrave, të çadrave, të njerëzve. Kështu që peizazhi ngelet një poezi e përjetshme, Ju konkuron sot telefoni me peizazhe të ndryshme që fokusojnë njerëz të apasionuar dhe që i shfaqin shumë bukur dhe në rrjetet sociale? Absolutisht jo. Të gjitha ato ngelen imazhe digjitale, le të jenë dhe me pastërti absolute. Arti është përtej fotografisë. Arti madje është përtej atij realiteti që ne shikojmë, se përndryshe nuk do të ekzistonte nuk do të ekzistonte mënyra se si ka lindur arti, nuk do të ekzistonte. Arti e bën atë gjë që shikuesi të thotë, ua sa bukur. Kemi kaluar aty dhe nuk kemi vënë që është ka bukur. Pse? Sepse ka atë magji të pashpjegueshme që vetëm arti e ka. Prandaj nuk ka asnjë lloj konkurimi. Thjesht mund të shërbejnë ndoshta si material për ne. Si një nxitje kujtesë. Vetëm kështu, po jo. Po, shumë e bukur. Ndërkohë që përdorni penelata të themi të shpejta, të shkurtra, çfarë ndodh? Ndodh kjo që i jepni ritëm tablos, i jepni emocionit të jetë që ai të mos ngri në një çast, në një vend? Është dhe në fakt pjesë e atij stili dhe perceptimi që ka çdo krijues, pra ose të themi më mirë e gjuhës shpresë, e gjuhës artistike, por një peizazh mund të bëhet në gjuhë të ndryshme artistike. Në këtë formë që juve sapo thatë, besoj që jepet më mirë dhe më bukur emocioni i natyrës. Emocioni i natyrës, atë që zbuluan impresionistët francezë, dritën që nuk ishte më përpara këtyre. Më përpara kishim ato pikturat si në studio me hije të errta, kurse këta zbuluan atë bukuri të natyrës dhe madje ndoshta e çuan përtej reales. Domethënë me ngjyrat e tyre ata i dhan edhe dritës ngjyrë, i dhan edhe hijes desha të thoshja i dhan ngjyrë dhe dritë. Vezullimi, pak shpërbërja e kontureve, duke krijuar atë magji që natyra ka, por pikërisht me gjuhën e artit ata e çuan dhe më tej këtë. Kështu që kjo mënyrë e këtyre penelatave të shpejta, të shkallta dhe me dritë, pikërisht jep në mënyrë sa më të efektive këtë bukuri. E pëlqeni dritën? Po. Ndriçimin. Edhe duket sikur ato ngjyrat në punimet tuaja sikur kanë frymarrje. Në thelb, po ta themi kështu ta thjeshtëzojmë, piktura është ngjyra. Dhe ngjyra në vetvete mund themi që nuk ka vlerë. Është gjithmonë raporti i tyre që bën vlerën në pikturë. Dhe kjo është, nëse ke atë aftësi të brendshme që të japësh, domethënë, këtë raport ngjyrash, atëherë ti i ke dhënë frymë dhe jetë vetë tablos, telajos dhe ke krijuar një vepër arti. Shkojmë tek ekspozitat, udhëtim në kohë dhe Gjirokastra. Veçova 2 ekspozita. Ato hedhin dritë dhe të çojnë tek rrënjët. Sa i lidhur është Edi Kojani me trashëgimin kulturore shqiptare, që është e shumë ngjyrshe? Është ajo një streh e bukur ndjenjash, apo është dhe ajo një barë, të themi epitetin e ëmbël për artistin? Trashëgimia jonë kulturore është një vlerë e jashtëzakonshme e këtij vendi, sepse është identiteti ynë. Dhe natyrisht që janë shkruar artikuj, studimor, publicistë të tjerë. Por, nëse ato objekte të kësaj trashëgimie nuk do të kishin bukurinë estetike, ato nuk do të përbënin objekt për piktorin. Ato do të ishin objekt pikërisht për këto, për publicistikën, studimin, por këto veprat e antikitetit, monumentet e mesjetës, këto objektet e kultit, kisha, xhami, janë teje të mrekullueshme nga ana arkitektonike, nga materiali i ndërtimit. Kështu që ato përbëjnë, ky ka qenë fillesa.
Ato kanë përbërë, do me thënë, kanë qenë një argument ose një shkas motivus për mua që të bëja këto dy ekspozita, që shikoj që ju i keni kapur në krijimtarin time shumë do me thënë se. Ultim në kohë ka qenë ekspozita kushtuar monumenteve të kulturës të rrethit të Vlorës. Me 35-40 punime në gjithë të rrethin e Vlorës kam përcaktuar natyrisht me ndihmën e drejtorisë së trashëgimisë kulturore këtu, që më vënë në dispozicion dhe ato objekte që unë mund të mos i kisha parasysh. Ndërsa për sa i përket Gjirokastrës është një vlerë jo thjesht e trashëgimisë tonë, ajo është bërë tashmë vlerë e trashëgimisë kulturore botërore. Kështu që nuk është bërë kot. Ajo ka pikërisht atë ndërthurje arkitektonike që e bën prap një mundësi e bukur për ta pikturuar. Le të përmendim fjalët e Kadares ose përshkrimin e Kadares kur ka qenë student në Moskë kur duhet të përshkruante qytetin e tij të lindjes, dhe ka thënë që janë të njëjtura këto natyrisht, që një ideur që ecën në rrugë mund të rrëzohet në çatin e fqinjit, ose kalimtari mund të vari kapelen në minaren. Kështu që nga ky moment është shumë tundim ta vizitosh të qytet, ta shikosh dhe ta pikturosh. Megjithatë, duket sikur keni një lidhje të veçantë me Gjirokastrën, se i referuar disa herë. Kam maman andej, shkoj shpesh, kam njerëzit aty edhe kështu. Edhe tashti është bërë një destinacion i nga më të rejsit, dhe me statistikat e fundit të vizitorëve, Kalaja ishte zinte vendin e parë në gjithë këto asetet e trashëgimisë në Shqipëri. Është e vërtet. Po. Dhe na vjen mirë. Edi Kojani, cilësoheni si një zë i veçantë i artit bashkëkohor, të themi shqiptar. Ndërkohë, në këtë klim artistike të Shqipërisë, të Vlorës, si mendoni se i mbijetohet situatës? Ka një komunitet të gjerë artistësh në Shqipëri edhe në Vlorë, dhe që janë dhe aktiv, ka marrë mjaft temp mbas atyre viteve të para të tranzicionit që pati një lloj kështu heshtje, po ka marrë piktura, zhvillojnë aktivitete shumë, artistët punojnë, bëjnë ekspozita, pra është një jetë e gjallë. Dhe nga ndonjëherë mundet dikush dhe të ndikohet nga ndonjë vlerë apo nga ndonjë mjet shpresë i ndonjë artisti tjetër. Puna është që ai që është me një konstrukt më të shëndosh artistik, natyrisht që ai është unik në punën e tij, shikon stilin e tij, punon dhe është i bindur që atë që e bën duhet ta bëj ashtu si e bën, se e bën mirë. Kjo është që të jesh ti vetvetja dhe puna jote të njihet që për te, kjo është puna e filanit. Unë kam marrë pjesë edhe për efekt të gazetarisë në shumë qelje ekspozitash, që ditën e parë kanë të themi një fluks vizitorës, sepse bëhet edhe me vetë atë orientimin që jep vetë autori apo autorët e një ekspozite, ndërkohë që sa e kupton, të themi popullata, qytetarët, komuniteti, sa e kupton pikturën dhe është piktura një habitat juaj që mund të jetoj artisti me dignitet? Publiku nuk ka rëndësi ta kuptoj pikturën, duhet ta shijoj. Piktura shijohet. Kuptimi është një fazë tjetër, kryesisht e njerëzve që merren me studimin e artit, po jo pse edhe atyre që janë më afër artistëve dhe, si të thuash, përbëjnë dhe atë shtres të shoqërisë që quhen koleksionist. Por njerëzit vinë në ekspozita dhe kam rastisur jo rrallë që thonë sa bukur na pëlqen, nuk e di pse, ndoshta ngjyrat. Pra, gjen një mënyrë për ta shprehur, po pak rëndësi ka që e pëlqejnë dhe e bukura ka një aftësi që pavarësisht kulturave të, si të themi, një kulture, një shkallë kulture mesatare,
arrin të depërtoj tek njeriu dhe është pikërisht kjo e këtyre njerëzve që thosh ua sa bukur nuk di pse po na pëlqen. Ndërkohë në Vlorë për shkak të asaj klime që ka qenë më përpara me piktorët e njohur që ne e dim dhe të gjitha ati aktiviteti më përpashëm. Shkolla e pikturës Vlonjate, me emra madhor. Është formësuar një dashuri për pikturën dhe unë shikoj breza të rinj që kam kontakt, pavarësisht profesioneve, jo vetëm nga këta që kanë profesionet saktuara, inxhinier, arkitekt dhe që janë shumë dashamirës dhe dëshirojnë pikturën, po edhe njerëz të tjerë që kanë një mundësi ta blejnë, nga këta le të theni sipërmarrës të një biznesi të vogël e kështu. Të gjithë pra duan që të kenë pikturën në ambientet e tyre. Tani, po të vim pastaj te kjo klasa e koleksionistëve, unë boll të përmend vetëm emra vlonjatësh, se njoh natyrisht edhe gjithandej deri në Tiranë, ta marr që nga Fatmir Braka, Fatmir Toçi, Bujar Leskaj dhe do vija te Çim Selami, po do ta them në fund punën e Çimit se është ndryshe. Ndërkohë, nuk janë vetëm këta, janë mjaft proso këtu në Vlorë figura që ti i takon edhe për ditë. Çfarë parapëlqejnë? Çfarë kanë kërkuar dhe kanë bler? Çfarë punimesh? Koleksionistët nuk kanë prirje të veçanta, si themi, për subjektin apo llojin. Mjafton të jetë një vepër arti, të ketë vlerë artistike dhe ata që atyre të pëlqej. Që të pëlqej. Mund të jetë nga natyre qetë, nga një peizazh, nga një kompozim. Tani, në Vlorë kemi Çim Selamin që ka bërë atë që është një rast i rrallë, që nuk është në Shqipëri. Është muze. Është muze. Muze, pra, po muze me piktura, me vepra arti. Desha them që duke bërë një lloj përshkallëzimi të atyre që pëlqejnë pikturën, që e dëshirojnë ambientet e punës dhe të banimit të tyre, deri te këta koleksionistët, Çimi ka bërë një mrekulli që sikur je, domethënë, në muzet e Evropës. Evropës, është e vërtetë, është e vërtetë. Dhe këto, natyrisht që për piktorët janë motivuese, janë dhe i shërbejnë, sepse ai me piktura e ka mbushur. Po patjetër. Dhe shkojmë tek iluzioni dhe tek realiteti. Raporti midis ku mbaron e vërteta, ku fillon iluzioni, perceptimi. Po të kemi parasysh që gjithë bota sot, nga fillimi në fund, ndërtimet e stër vjetra e kanë fillesën nga iluzionet. Si është ky raport sot? Kjo është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë. Po të marrim iluzionin, ka lindur që me njeriu. Njeriu e ka lindur iluzionin vetë dhe e ka ndjekur atë. Pra, shoqëritë njerëzore kanë ndjekur iluzionet dhe mbi bazën e këtyre kanë krijuar vepra të mrekullueshme artit, siç e the, për shembull i referohemi piramidave. Është vari i faraonit. Tani, a mund të bëhet një var i tillë i përmasave gjigante? Pse? Sepse mbizotëronte mendimi, iluzioni, mentaliteti që faraoni është vetë Zoti i ardhur nga kështu. Mirë, po kjo ka ndjekur historinë e njerëzimit. Mjafton të referohemi skulptorëve të mrekullueshme greke. Në Greqinë e lashtë ishte mendimi që perëndit kanë fytyrën e një personi, të një gruaje apo të një burri, dhe janë bërë mrekullira, për shembull perëndesha Afrodit që ne njohim. Skulpturat, apo e Athinas, apo e Zeusit, e tjera. Ose Dea e Butrintit. Dea e Butrintit, që ne kemi këtu, kemi një mrekulli të artit. Është e vërtetë. Le të vim deri te katedralet e mrekullueshme të Evropës, që sot janë të vizitueshme nga miliona njerëz, nga gjithë bota. Pra, shtëpia e atij, këtij e Zotit sa më lart me gjithë atë ngarkesë arkitektonike dhe forme që pikërisht të krijojë jo vetëm bukurinë, po dhe atë pushtetin e nevojshëm të qëllimit pse është bërë. Pra, në veprat tuaja, ku mbaron iluzioni dhe ku është e vërteta? Si alternojnë të dyja?
Po, shko, tani, kjo është qikë më ndryshe se nuk mund të jeti këtyre përmasave që kanë këto veprat e mëdha. Ose jemi tani edhe shekuj, 2000 shekuj. Por e vërteta dhe realiteti në veprën e një piktori, le të themi realist, impresionist, është aty ku te i kalohet natyra, me element qoftë impresionizmit apo dhe të ekspresionizmit. Pra, desha të thëshja, se ta themi dhe qikë më thjesht, me duke shpërbër pak më atë anën realet ose objektin konkret për hir të rritjes së forcës emocionale. Këtu është ky ndryshimi, profesor, midis të vërtetës dhe... Nëse do t'ju kërkoja të flisit me ngjyra, cilat janë ngjyrat tuaja të zemrës dhe nëse ato mbartin histori? Përdorimi ngjyrave? Unë pëlqej, ngjyrat e mia janë e verdha, portokallia dhe bluja. Dhe nuk i ndaj dot, nuk mund të them për shembull që të verdhën pa blu ose portokalli. Nuk e di, po këto tre ngjyra i kam të lidhura në një të vetme. Po ka ndonjë kështu signifikacion? Çfarë? Apo jo, në këtë kuptim kanë, por nuk është që unë e kam ditur këtë kur kam qenë i ndërgjeshëm që pëlqeja këto. Kjo ka ardhur më vonë duke u rritur me këto që kemi dëgjuar, realizuar, po mbaj mend që historikisht ato janë ngjyrat e mia. E verdha është ngjyra e dritës, dritë. Bluja është ngjyra e përjetësisë. Dhe portokallia ka gëzim brenda, ka dritë po ka gëzim. Dhe mbase prandaj dhe nuk e di, po tani punët e mia që vlerësohen për këtë lloj të themi dritë kështu. Po. E di, ky emision quhet Atlas Njerëzor dhe ecën nëpërmjet koordinatave. Dhe tani ka ardhur momenti që të kalojmë pak tek rrugëtimi juaj artistik. Tham është rreth 40 vjeçar ky rrugëtim, nga vitet 80 të shekullit të 20 dhe deri në ditët tona. Ndërkohë që shkoj unë në disa nga këto koordinatat, nga Instituti i Arteve që ju e keni përfunduar në vitin 1985, ekspozit personale në vitin 1988, puna si ikonograf në Greqi, ku ju keni qenë si emigrant. Më pas, puna si pedagog në shkollën artistike Naim Frashi, por njëkohësisht dhe si kurator i Galerisë Arteve Figurative në Vlorë. Të marrim pak nga këto eksperienca. Çfarë të ka dhënë secila prej tyre? Kush më shumë, kush më pak? Vetëm që duhet i përmbledhim se është një rrugëtim i gjatë. Atëherë Instituti i Lartë i Arteve ishte padyshim një arritje, sepse aty konkuronin me sa diun me qindra vetë për të vajtur 22 vetë. Dhe ishte i domosdoshëm në qoftë se deshe që të beshe një artist i mirëfillt. Ishte i domosdoshëm, pavarësisht. Shkove vetë, ishte dëshira, apo ishin prindrit ata që ndikuan? Jo, unë... Atëherë në institut? Jo, e kam patur vetë si kërkesë dhe kam bërë dhe të mesmen për pikturë. Mirë po, nuk mund të beshe një artist i mirëfillt pa bërë dhe shkollën e lartë. Dhe të gjithë profesorat tanë e kanë kaluar këtë fazë, dhe të gjithë piktorët që janë bërë tamam profesionistë. Kështu që ishte një arritje. Unë kam qenë, me thënë të drejtën, sistematik dhe punëtor edhe studius, do me thënë edhe punoja dhe me mësimet, lexoja, do me thënë kisha një lloj seriozitetin, themi kështu në drejtim të gjithë këtyre gjërave. Po. Pastaj me ikjen në Greqi, pra jemi në këtë pikë, apo jo, pikën e dytë. Atje fillimisht kuptohet që ikja ishte si ikjet e gjithë të tjerëve, një vajtje në ambient zero, nuk ku do veje qa do bëje. Natyrisht duke pasur gjithmonë në armë këtë profesionin dhe unë aty synoja. Mbas një jave që shikoja ndej këtej në një galeri ku do veja, gjeta në Pire, se u vendosa në Athinë, një javë në këto hotel duke ndajtur në Pire, gjeta njërin që kishte një galeri të vogël dhe shiste punë me një çmim të lirë, mu duk mua për kohën, për shumë turistik. Dhe punova tek ai një 2 muaj dhe më mbrapa iki tek në vendin ku rinte një biznesmen që unë njojta në Sarand,
po shumë i kulturuar, shumë i dhënë pas artit, Grek, dhe që apo ai shqiptar? grek, ai kishte në Sarand në ato vitet e para për të sjell atë, si thua, fabrikën e tij, prodhimit, siç po ndodh tani rëndom që sjellin, ma i kishte ardhur që shpejt. Nuk u morë vesh me ata, madje mua më propozoi që nëse do ta ndërtoj të të kem si, nuk e di, një lloj aty në drejtim, nuk e di që mund të bëja, po në anën artistike më shumë kështu të prodhimit. Dhe shkoj te ky. Atje ky më njeh me një person që merrej më shumë me ceramikat, këto pjatat që bëheshin me ca bojra plurash, pastaj piqeshin në furr, mirë po merrej edhe në përgjithësi me ikona, po nuk ishte artist i mirëfill. Ai më angazhon më shumë me ikonografin. E vërteta është që unë i thashë bëj, që tashti me shkollë të lartë, por nuk ishte piktur, profesor, nuk bëj si piktura ikona. Dhe unë vështirësohesha shumë kur shikoja ikonat e vërteta. Dhe më desh të shkoj një javë në Athinë në një punishte ikonografie që të mësoje. Të mësoja. Mbase nuk ishte e nevojshme, po të paktën mora një bazë. I pasur u bëre atje? Çfarë? U bëre i pasur me ikonografi? Jo. Shiko. Jo, e di pse, sepse unë pastaj u shkëputa dhe nga ky, për arsye të ndryshme, nuk patëm asnjë konflikt asnjë gjë dhe e merja vetë punën, do me thënë më thërisnin në fshatra të ndryshme ku kisha kështu, po nuk bësh me çmimet e shqiptarit më të mira. Gjithsesi nga Vlora tregove që doje të ishe vetë pronar, jo të punoje te greku. Kthehemi tek shkolla. Shkolla na infrash. Shkolla ishte një eksperiencë shumë e mirë, marrëdhënia me nxënësit dhe me punën. Ai që merret me pikturën dhe jep dhe mësim, është shumë i motivuar për të dhënë mësimin. Është shumë i motivuar. Pse? Sepse kur punon vetë, gjithë problemet ti i shikon edhe te mësimdhënia. Po dhe ajo mësimdhënie prap të mban në një formë, sepse aty dalin probleme, pikërisht prap probleme të artit, të mbajtjes. Kishin interes fëmijët? Në këto vitet e para kishte me interes, po jo si në kohën para 90-s, natyrisht, sepse u krijua dhe një ide e prindërve që ku do shkojnë ta fëmijë, çfarë do bëhen, e kupton, u krijua kjo dhe tani është shumë e theksuar. Po gjithsesi në ato vitet e para kur u ktheva unë nga Greqia, prap kishte me interes. Ata që ishin të talentuar, pastaj ata kanë dalë sot nga këta nxënës që kanë mbaruar dhe Akademinë e Arteve, që janë diku në Tiranë apo dhe jashtë, që janë rregulluar disi në kuptimin që merren me profesion, po them, në këtë kuptim. Ndërkohë një përvojë është edhe kurator i Galerisë së Arteve Figurative në Vlorë. Po, besoj që këtu u bë një punë shumë e mirë te galeria, së bashku me kolegun tim Sami Çuçi, kemi organizuar shumë ekspozita të autorëve të njohur me emër shqiptar, kosovar, ekspozita të përbashkëta kolektive me piktor vlonjat, po dhe të grupimeve të ndryshme artistike, siç është grupimi Muri, që janë kaq veta për shembull, ose i grupim tjetër. Janë zhvilluar disa në Vlorë në fakt, edhe edhe bravo galerisë. Prandaj po them që dhe u krijua tashmë një le të themi një traditë ose një kështu që puna të vazhdojë, që do të shërbej dhe brezave. Do të shërbej të gjithë. Aq më tepër që tani ajo orde është rikonstruktuar dhe shtuar dhe një sallë në bazë të një projekti që atëherë së bashku me ka qenë kryetar që me kryetarin Leli që u bë ky projekt, pastaj vazhdoi dhe tash së fundmi është ka mbaruar. Është bërë dhe një sallë tjetër shtesë në kat të dytë që do të shërbej pikërisht ekspozimit të punëve. Dhe është një gjë e bukur kur mendon që Vlora është shkolla e pikturës vlonjate, të paktën ka qenë. Është me emër, po. Dhe cilat janë projektet e së ardhmes, së shpejt, të afërt apo më të vonë? Ke synim ekspozit apo ke punë të projektuara tashmë? Edhe çfarë do t'i thoni publikut vlonjat që ndjek pikturën tuaj? Leta filloj nga ekspozita e fundit, sepse është shumë afër. E kisha tani në tetor, në javën e parë tetorit në Shkodër, isha i ftuar dhe ata kanë në programin e tyre vjetor, një nga artistët e kanë të ftuarin special,
që do të thotë që i ofrojnë gjithë shërbimet, vini marrin punët vetë dhe vinë t'i sjellin, të mbajnë aty 2 ditë me shpenzimet e tyre, hoteleri, restoran, dhe madje me të njëjtat shërbime ata një kurator që e zgjedh vetë autorin, nëse do, përndryshe e bëjnë ata pikërisht përsëri e trajtojnë me gjithë këto, domethënë shërbime kështu që i lehtësojnë çdo gjë, rrugën, vajtjen, ndëjtjen. Unë mora Piro Stefan, sepse Piro është dhe një artist shumë i mirë, grafist. Është i jashtëzakonshëm. Përveç se arkitekt. Përveç se arkitekt, po punët e tij si grafika nuk kanë asnjë lidhje me arkitektin. Ato janë të një artisti të mirëfillshëm. Kështu që Pirua ka kohë që është pranë artistëve, ka bërë kaq koloni artit e ambientet e hotelit të tij. Është njeriu kulturuar dhe ditit krijonte një koncept kuratorial për ekspozitën time dhe ata e pëlqyen shumë se deshte një aprovim dhe nga stafi i tyre, kështu që ikën bashkë. Tani, duke qenë se 3 muaj ka që ishte kjo ekspozitë, unë kam natyrisht një ide tjetër, do t'jetë një ekspozitë shumë e veçantë, si nga përmbajtja, se do ketë një linjë tematike, por nga dimensioni i telajove, po dhe nga mënyra si do ekspozohen këto telajo, do me këto piktura. Por le të themi kaq që ndërkohë kam nisur një kompozim prap me këto temat historike që unë nuk ndahem, kështu që jam në këto 2 kështu. Ju urojmë suksese. I thoni në kamerën tuaj publikut pse duhet ta ndjek punën tuaj, pse duhet ta doj piktorin Edi Kojani, publiku. Tani me 2 fjali për pikturën tuaj, pse? Shumë mbase kjo është pak vështirë, mbase duhet publiku të më thot mua nëse e pëlqen punën time dhe... Edhe çfarë pret nga ty? Se dashni unë... në rregull. Publikut këtë që thoni ju, ja them me atë që bëj. Unë i ofroj punën time dhe e ka marrë në fakt, unë e ka marrë nga publiku vlerësimin e tij për punën time. E ka marrë, proso, dhe i falenderoj nga zemra atyre që pëlqejnë artin tim, atyre që e kanë në ambientet shtëpisë të tyre apo në koleksionet e tyre, sepse ka njerëz profesion që 40 punë mund të jetë më e pakta që ka në punë, ka shumë në Vlorë, ka shumë të tillë. Në plotësim të kësaj që ju thoni, çfarë do të doni të mbetej nga Edi Kojani? Një emër, një ngjyrë apo një ndjenjë që publiku ta marrë me vete? Po, kjo e fundit. Po kjo e fundit është, që një ndjenjë që publiku ta marrë me vete. Edhe këtu ne shkojmë drejt fundit të emisionit. Unë për çdo të ftuar, për çdo protagonist të emisionit Atlas Njerëzor, zgjedh 3 thënie për jetën dhe i komentojmë bashkë. Atëre, për Edi Kojanin kanë zgjedhur: jeta nuk matet me frymarrjet që marrim, por me momentet që të lënë pa frym. Ka Edi Kojani të tilla momente? Patjetër. Ai sa e vërtet është ajo, edhe unë kam të tilla momente. Momentin e parë unë do të quaja vajtje në shkollën e lartë. Ashtu si pak më parë i bëra një koment, ishte ngjarje, sepse me aty nis rrugtimi im i gjithë. Aty nis ajo që unë jam sot. Nuk besoj se do isha ndryshe pa Institutin e Lartë të Arteve. E dyta është lindja e fëmijës. Nuk ka gjë tjetër, do me thënë që mos të jetë ka që kështu moment i jashtëzakonshëm. Dhe e treta prap lidhet me ceremonit e përurimit të ekspozitave më pikante. Me atë kënaqësi që merr nga... Janë emocione, ato, që të mbahet fryma. Base jo nga të gjitha, po me këto kështu. Po, shumë bukur. Nuk është e rëndësishme se sa herë rrëzohesh, po sa herë ngrihesh. Është rrëzuar Edi Kojani? Kjo është shumë e vërtet, ky mesazhi i kësaj thënie është shumë i vërtet, si nga ana filozofike, ashtu dhe nga ana e efekteve praktike, jetësore. Dhe patjetër që në përgjithësi njerëzit kanë, dhe unë kam patur, ka vështirësi, përplasje, këto që do me thënë i përmende me fjalën rrëzime.
Dhe po unë në përgjithësi jam tipi fort me vullnet dhe këmbgulës, domethënë këmbgulës. Mjafton të përmend për shembull në momentin e kalimit nga shkolla për te Galeria e Artit. Atëherë ishte edhe kjo periudha e Covidit dhe mu desh 9 muaj që të isha bosh, pa punë. Unë atë periudhë e kam shfryzuar, frosot, duke punuar për ditë në studio dhe akoma në kohën e rregullave të Covidit, në ambientet e hollit të teatrit Petro Marko, bëra ekspozitën Stina e Bardh. Pra, me të gjitha pikturat me borë, nga vende të ndryshme ku natyrisht kisha materiale që bie borë, duke filluar që nga Lura, nga Korça pa dyshim, Gjirokastra, nga Tirana, edhe nga Vlora. Kam pasruajtur një fotografi të viteve 86-87 që ra një borë në Vlorë dhe mbajti ndonjë ditë. Dhe kisha një fotografi të bukur të kapur që nga Kuzbabaja Vlorën. Edhe atë e kam kështu. Të themi që ishin dëbora metafore jetës. Sepse themi që rrëzohesh dhe ngrihesh, themi. Mirë, e përsollë një mesazh dhe në atë kohë të vështirë. Tu pikërisht tek ajo rigjenerimi tek. Me këtë ka marrë malli ta pish një kafe? Me prindrit. Që? Me prindrit që nuk I kam. Janë më shumë se dashuri. Po patjetër. Po. E shoh që nuk doja që ta mbyllnim kështu, dhe nuk doja që të prekeshe. Ishte një bisedë me Edi Kojanin shumë e këndshme, shumë e bukur, shumë zbavitse. Unë të falenderoj. Falenderit edhe juve për emisionet tuaja të bukura, po me vlerë mbi të gjitha. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte Edi Kojani, piktor, artist bashkëkohor I qytetit të Vlorës, I cili na bën jo pak krenar me veprën e tij në pikturë, që është në vëmendjen jo vetëm të qytetarëve dashamirës ardashës të Vlorës, por më gjerë, I kalon kufi. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.